Pyetja është, a janë meshkuj shqiptar çyryk? Po, patjetër. Ka dhe të mirë, ka dhe të këqij, si gjithë bota. Na ka klasifikuar kryeministri si gjithë një thes, ose ata që votojnë kundër. Kryeministri mund të jetë bazuar në interesat e tija në kohën që ka folur ashtu, dhe nuk duhet, sepse është mashkull vetë dhe nuk duhet të thotë për të gjithë meshkujt e tjerë se si janë. Ai për veten e vet ka thënë dhe këtë tjetër, i thotë kërkoni në Google dhe do shihni mua nudo. Nuk e di tash sa të vërteta janë gjitha këto, nuk më pëlqen politika, po nëse është e vërtet nuk ka bërë mirë që e ka thënë. Problemi është që të gjithë jemi njerëz dhe nëse nuk e respektojmë njëri tjetrin, gjithmonë do të përballemi me karaktere të ndryshme dhe do dalin gjëra të tjera të cilat ato nuk do të jenë shumë të pëlqyeshme. Prandaj do jetë e mira që të gjithë njerëzit të mos flasin keq negativisht as për femrat as për meshkujt, sepse të gjithë jemi njerëz dhe kemi të drejtën e Zotit të jetojmë dhe të jemi ata që jemi. Karakterin ton s'mund ta ndryshojmë për asnjëri dhe nuk është e nevojshme ta ndryshojmë, sepse jeta na takon vetëm neve. Ju ku jetoni? Unë jetoj në Amerikë, po kam ardhur në Shqipëri. Habite tani. Jo, pse kështu kam qenë dhe kur isha këtu, njeriu nuk ndryshon. Mund të mësoj pak, po nuk ndryshon. Karakteri është i lindur, nuk ndryshon. Natyrisht, duke shkuar në vende të tjera, kam parë dhe disa vende të tjera, më kanë ndikuar pozitivisht natyrisht edhe puna që bëj, por problemi është që karakteri im, dhe këto fjalë do me thënë, shtyhen nga brëndësia e karakterit tim që mua më pëlqen dashuria edhe uniteti, dua që gjithë njerëzit të jenë të bashkuar. Tirana është bërë shumë e bukur po nëse do ta krahasojmë këtu e 35 vjet që kam ikur unë. Por janë dhe disa gjëra që nuk më pëlqejnë, mua personalisht, që shikoj edhe të tjerë që nuk i pëlqejnë nga njerëzit që ne që vim nga jashtë e duam Shqipërinë. Vim dhe japim lekun ton këtu, vim se kemi mall. Edhe shikojmë që disa institucione nuk na respektojnë, por na shikojnë si bank, që duhet të japim që të bëjmë një punë. Kjo je Albania për mendimin tim, ishte një diçka e mirë, por ato ollësirat që ka nuk janë dhe aq të mira, domethënë. Njëri aty pas telefonit. Jo vetëm ajo, po është shumë e vështirë për një njeri që të nxjerrë një certifikat lindje ose një certifikat vdekje, duhet të shkojë të shikojë 3 veta, të presi disa ditë, të ketë mundësi, domethënë me këto internetet e Vodafonit që janë kot fare, të paguaj çdo njeri nga 10.000, 10.000 këtu, 10.000 atje, 15.000 këtu, 15.000 atje që të marrësh. Që të marrësh një certifikat. Ndërkohë që ajo certifikata dhe çdo gjë që ka të bëjë me popullin duhet të jenë falas. Kë paguan? Si e paguan? Po paguan këto njerëzit e mesëm. Po me anë telefonit. Jo, nuk është me anë të telefonit, duhet të shkosh në telefonin e tim për shembull ose të shumë njerëzve që vinë nga jashtë, me këto kartat e Vodafonit që kemi neve nuk na lë që të kemi shumë internet dhe nuk na jep, domethënë website-et që neve duam. Dhe ajo që duhet të bëjmë është që të shkojmë të gjejmë këto njerëzit që janë për kancelarira, ti paguash ata, të shkojnë të bëjnë aplikimin, pastaj duhet shkosh ke bashkia, duhet të presësh radhën atje, të dëgjosh policin që thotë mbaj radhën, na thua se po i flet kafshëve dhe jo njerëzve. Pra ju po thoni që edhe pse është investuar miliona janë shumë gjëra të prapanbetura. Aplikacionin e-Albania ka pra probleme dhe ti duhet të paguash. Nëse do shkohet të paguaj tek. Mua më ka qelluar për disa gjëra të vogla të paguaj të paktën deri tani 50.000 lekë. Për çfarë arsye? Po flasim për një shtetase amerikane e cila vjen jeton për X ditë në Shqipëri dhe nuk e gjen zgjidhjen tek aplikacioni e-Albania. Jo, nuk e gjen menjëherë. Nuk e gjen ashtu si duhet. E-Albania i ka dhënë të drejtën vetëm avokatëve ose atyre që punojnë në kancelarira ose disa njerëzve të partikular që thonë, disa njerëzve të veçantë që të bëjnë gjëra të tilla, sepse nuk është edhe aq e thjeshtë për një njeri popull si puna ime të shkojë në Albania dhe të gjejë ato që duhet. Dhe pastaj ne që vim nga jashtë, nuk e kemi shumë të lehtë sepse ne marrim kompjutera me vete, që të kemi mundësi të printojmë, të bëjmë. Kudo që shkon do të paguash këtë dhe i vjen puna që për një certifikat që duhet shteti t'ja japi banorit shqiptar, t'ja japi falas dhe t'ja japi në moment, duhet të kaloj edhe 3-4 ditë për shembull që të marrësh një certifikat. Kjo është një gjë që shumë e prapambetur për mua, edhe Shqipëria nëse do të futet në Evropë,
nuk ka mundësi të futet me hollësira të tilla që janë banale për mendimin tim. Janë gjëra që aq elementare që mund t'i bëjë çdo njeri. Pse mendon se ndodh ky ngërç? Nuk e kuptoj, nuk di dhe nuk dua të them diçka kur nuk jam e sigurt se për çfarë, por edhe një gjë tjetër që shikoj është edukata e punonjësit në Shqipëri. Vete për shembull atje dhe menjëherë të shikojnë se çfarë flori ke veshur ose nga je pyetja parë ose që të shikojnë se sa do të bëjnë charge, si thon, sa lek do të bëjnë, që i ke borxh. Edhe kjo është një gjë shumë e keqe sepse e keni vërtetë ju këtë gjë? Po, kjo është nga eksperiencat e mia. Përgjithsisht në institucione shtetërore, private, lokale, dyqane. Pothuajse në të gjitha. Edhe në një lokal të shkosh të marrësh një kafe, kamarieri nuk e ka edukatën që të vi thotë mirëmëngjes, si jeni, çfarë mund t'ju shërbej, ose kur të sjell atë faturën ta hedh aty, dhe ajo gjë që nuk është shumë ofenduese për një klient është që të shkosh në një tavolinë, të marrësh kafe ose ta hash dhe ndërkohë përpara se të ka të ardhur ushqimi, të ka ardhur fatura. Po dale ore. Nuk i ke besim klientit ti. Mua më ofendon. Unë kam ardhur për të ngrënë ose për të pirë kafe, nuk më pëlqen që të shikoj faturën përpara të ma vësh mua aty. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm në Shqipëri, fatkeqësisht ndodh edhe në Greqi. Edhe mua më ka bërë përshtypje. Për shembull në Amerikë do thuash ti janë të gjitha gjërat më të përparuara, por ajo që është më e përparuar në Amerikë që duhet gjithë njerëzit ta kuptojnë, është edukata që të jep sistemi i tillë atje që duhet ta respektosh tjetrin. E do se do, i pëlqen fytyra jote as i pëlqen, do ta respektosh, sidomos në publik. Kurse këtu njerëzit nuk të respektojnë. Pra, të flasin sikur i flasin. Kjo ishte një panoram e një shtetase shqiptare që jeton në Amerikë se si e shef Shqipërinë, apo jo? Po, në këto momente që kam ardhur, natyrisht thash disa gjëra të këqija, por nuk dua që të harroj të them gjërat e mira. Që shikoj lokale shumë luksoze, shikoj edhe pallate shumë luksoze, por atë që i kam thënë edhe në Facebook, në live që ka bërë presidenti, pyetja ime ka qenë, kur jeni duke ndërtuar këto pallate 40 katëshe, po ta shikosh kohët e fundit Shqipëria ka marrë një zhvillim, siç e thatë edhe ju që nuk do themi vetëm gjërat negative, por do themi edhe gjëra pozitive. Dhe një ndër ato të cilat ju cekni janë ose është ai krahasimi midis kohës së diktaturës të Enverit që ka pasur kushte të tjera, kanë qenë kushte primitive që tek mënyra se si shtroheshin kanalizimet ose mënyra si ndërtoheshin pallatet, sot teknologjia është në një nivel tjetër. Jo vetëm në një nivel shumë të lartë. Po, në një nivel shumë të lartë. Nuk krahasohet. Ju si e shikoni këtë ndryshim? Shiko, unë jam një njeri që dua të shikoj dhe pozitive dhe negative dhe vërteta gjithmonë nuk i pëlqen shumë njerëzve. E vërteta është që po, ka bërë përparime për sa i përket ndërtimit Shqipëria dhe më shumë Tirana natyrisht, por nga ana tjetër, po të krahasosh një pallat të kohës e Enverit që është me 5 kate, është ndërtuar dhe një 6 katësh, dhe tani nuk ka ujë, unë jam e çuditur, si ka mundësi që kur po ndërtoni këto gradacela me 20, me 30, me 40 kate, si do shkojë uji aty sipër?